Shemsi, zakonisht takohemi në për studio, këtë radhë takohemi në shesh. Na trego pak çfarë të kam parë sy. Me të thënë drejtën, në 21 ditë, asnjë ditë nuk kam munguar në protest. Çdo ditë kam ndjerë emocione të jashtëzakonshme, në mënyrë të veçantë sot, pasi me të vërtet diaspora e mbajti fjalën. Dhe sot gjysma e protestës është diasporë. Me qindra mesazhe kam marrë prej 2 ditësh të grupeve të ndryshme që janë nisur nga Bristoli, nga Londra, nga Birminghami, nga Manchesteri, nga Gjermania, nga Düsseldorfi, nga Italia, Milano, Roma, që kanë ardhur këtu, edhe nga Suedia. Dhe kjo tregon që Shqipëria ka një rini të mrekullueshme, që bashkë me jetën e mirë që kanë ngritur në Evropë, më shumë se gjithçka kërkojnë vendin e mirë, vendin e ëndrave, vendlindjen Shqipëria. Ndjehen të tradhtuar të gjithë, si shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, si shqiptarët që jetojnë në emigracion, ndjehen të tradhtuar në 35 vite nga qeverisjet që nuk kanë menduar për popullin shqiptar, por vetëm për oligarkët dhe botën e krimit. Unë në fjalën time kam thënë që na premtuan policinë që duam, por krijuan policinë në interes dhe në mbështetje të oligarkëve dhe të botës krimit. Profesioni gjithmonë më ngacmon dhe jo pa qëllim e lidh me policinë. Sot më shumë se kurrë, policia e ka kuptuar që përballë një populli që të tëruar, përballë një proteste familjare me pjesëmarrjen e pleqve, burrave, grave, rinis dhe në mënyrë të veçantë fëmijëve, policia po mban qëndrim të ambientuar me qytetarët dhe prandaj dhe këtu ekziston një mrekulli. Sot më shumë se kurrë kryeministri Rama duhet të dalë nga arroganca dhe bullizimi që i ka bërë në 13 vite popullit shqiptar, duhet dalë nga prepotenca, duhet të dali nga autoritarizmi, duhet të mbledh qeverinë dhe duhet me patjetër të mendoj një zgjidhje. Shemsi, shikoj që nga sheshi Nën Tereza deri tek Skënderbeu, madje dhe rrugica aty janë plot me njerëz. A është kjo revolt një arsye për t'ia dhënë Ramës për ta kuptuar që ore ky popull nuk të do? Apo do presim gjithmonë që ndërkombëtarët të vendosin pikat mbi i për fatin tonë? Antoena, Rama ka thënë që në protest janë 2000 protestues. Madje ka thënë dhe janë historik. Për sot do të thotë që kanë qenë 4000. Me siguri të dhënat i merr nga 2 satelitët që ka hedhur prej 6 viteve në hapësirë, por satelitët nuk e shikojnë as protestën, as parcelat me kanabis si ajo në Reqin e Ri në Lipoj me 7.000 ranj. Rama Në Libosh? Po. E përmenda atë 7.000 se ishte më shumë se protestuesit. Unë sa po erdha nga një shëtitje që i bëra protestës nga sheshin Nën Tereza deri sheshin Skënderbeu dhe sinqerisht për herë të parë e shikoj bulevardin Dëshmorët e Kombit komplet të mbushur. Çka do të thotë që sipas standardeve që ne kemi si polici, këtu minimalisht janë mbi 150.000 shqiptarë. 150.000 shqiptarë në shesh të cilët protestojnë, prasin. Po, të gjithë kërkojnë largimin e kësaj qeverie të korruptuar dhe kërkojnë largimin madje të gjithë klasës politike të establishmentit politik të 35 viteve, se në realitet nuk kemi qeverisur. Por vetëm një gjë që të mbush me shpresë, ku shikon këtë rini të mrekullueshme të familjeve shqiptare që jetojnë në Shqipëri dhe ata të ardhur nga diaspora që kanë ardhur realisht familjerisht, të ushqesh me shpresë. Ndoqa prononcimin e kryeministit kur tha, prononcimi i kryeministit ishte, ata që po vinë nga Londra, nga Britania, tha janë makina me ga i shofer. Por realiteti tregoi ndryshe, sepse mbi 5.000 makina që kanë ardhur, ka pas çdo makinë nga 4 veta dhe sot janë 30 deri në 50.000 shqiptarë me shumë protest. Kështu që Edi Rama të reflektoj. Uroj që të mos e lërë Kazanin të valoj deri në fund sepse do të digjet.
Përshëndeshëm, si ishte kënaqësi të kem. Kënaqësia ishte e imja, Edhe vjen mirë që po e përcjelli të protest, ashtu si shkëlqen protesta, shkëlqen edhe gazetaria shqiptare. Faleminderit shumë. Më pafshim. Respekte.